e madhërojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhruar, për çdo të keqe që kemi vepruar me veten tona, me dije apo pa me dije. Ata cilin Allahu i lartë madhruar e udhëzon në këtë rrugë madhështore fisnike, nuk ka askush që ta privojë dhe ta largojë nga kjo mirësi madhështore. Dhe mbi atë cilin nuk zbret udhëzimi i Allahut të lartë madhruar, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe vërtetoj dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë më të mirën e krijesave. Mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar na tregon në librin e tij fisnik ku thotë: O ju besimtar, o ju që keni besuar, kini frikë Zotin tuaj, me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu si që meriton Allahu Gjelle Gjelalu të friksojni, dhe mos ju gjep dekja, pra në momentet tuaja të fundit, mos disni vese ju duke qenë besimtar musliman. Thot përsëri Allahu i lartë madhruar në librin e tij fisnik: O ju njerëz, o ju që keni besuar, friksoni Zotit tuaj dhe gjithmonë flisni të drejtën, flisni të vërtetën, se në rast se do ta bëni këtë gjë në këtë mënyrë, Allahu Xhela Xhelalu ka për t'ja përmirësuar çështjet tuaja, ka për t'ja korrigjuar punët tuaja. Dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahut Azza wa Jall dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. Dhe vazhdon Allahu i lartë madhruar në librin e tij fisnik duke na treguar, po këtë radhë i drejtohet mbar njerëzimit, jo vetëm besimtarëve musliman. Kur thot Allahu Azza wa Jall: O ju njerëz, kini droje Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një vete e vetme. Dhe nga kjo krijoi bashkëshorten e tij, grua. Dhe prej këtyre dy Allahu Xhela Xhelalu i shtoi dhe i shumoi në burra e gra, në popuj. Friksojeni Allahu, tek i cili ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta, dhe ruajini marrëdhëniet fare fisnore. Është urdhër nga i gjithë pushtetshmi: ruajini marrëdhëniet fare fisnore. S'ka dyshim se udhëzimi më i mirë është udhëzimi në Islam dhe fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Do të dimë se prej gjërave më të rrezikshme në fen tonë të dashur janë shpikjet, risit, sajesa. Do të jemi të vëmendshëm që ta dimë se çdo shpikje është bidat, dhe çdo bidat është humbje, dhe se çdo humbje e shpije punuesin e tij në zjarr. Zotin e lut për ju dhe për mua të na ruaj prej kësaj fëmie. Sapo na është larguar, të nderuar vëllezër dhe motra, Ramazani, muaj shumë i dashur që ishte për ne. Dhe bashkë me të ikën ditët e bukura, ikën momentet e bukura, të cilat zbukuroheshin me agjërimin që e kryenim gjatë këtij muaji madhështor, të cilat zbukuroheshin me leximin e Kur'anit, me netët me namaz, me netët me namaz nate dhe netët që i kalonin në lutje, në dua. Dërsa muslimani duhet të mendoj thellësisht
sepse nuk duhet që ta mbylli agjërimin e tij vetëm në muajin e Ramazanit, që ta ndërpresi agjërimin e tij vetëm pasi mbaron muaji i Ramazanit, apo ka adhuruar Allahun Azza wa Jell në vazhdimsi vetëm në muajin e Ramazanit dhe ta ndërpresi atë kur mbaron muaji i Ramazanit, apo adhurimet e tjera të cilat ai i shton dhe i shumon gjatë muajit madhështor që ne sapo e lam pas. Allahu i lartë madhruar, e kemi përmendur dhe herët e tjera, thot në librin e tij Fisnik, në Kur'anin famullar, në surën El-Hijr, ajeti 99, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin tënd, adhurojeni Zotin tuaj deri në fundin e jetës tuaj. Veprat e muslimanëve, veprat e mira të cilat të afrojnë tek Allahu Azza wa Jell, duhet që ta shoqërojmë muslimanin në çdo moment, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Ka ardhur në hadith të saktë në Sahih al-Bukhari, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, veprat më të dashura tek Allahu janë ato të vazhdueshmet, edhe nëse janë të pakta. Pra edhe nëse janë të pakta, por se ato janë të vazhdueshme, ta dini se këto janë më të dashura tek Allahu i gjithëpushtetshëm. Prandaj ne duhet ta shoqërojmë gjithë jetën tonë me vepra të mira, sa do të pakta qofshin ato, dhe me të njëjtin qëllim dhe me të njëjtën bindje se këto janë të dashura tek Allahu Azza wa Jell. Ne sapo kemi hyrë në muajin Shawal, në një prej muajve islam, dhe ky muaj njihet shumë qartë nga muslimanët, sepse është muaj që e pason muajin e Ramazanit. Dhe për këtë muaj ka folur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku na ka këshilluar ne si musliman se si do të veprojmë ne gjatë këtij muaji. Ka ardhur në librin e saktë të Imam Muslimit, pra në Sahihul Muslim, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadanan wa tabi'a bi sittati ayamin bi Shawwal كأنما صام سنة كاملة. Që do të thotë të gjuhën tonë, ai i cili e agjiron muajin e Ramazanit, por se vazhdon dhe pas Ramazanit në Shawwal, në muajin Shawwal që ne ndodhemi, duke e përcjell të muaj me 6 ditë të tjera agjirim, pra duke agjiruar edhe 6 ditë të tjera plus në muajin Shawwal, do t'i shkruhet shpërblim tek Allahu Xhele Xhelalu, sikur ka agjiruar një vit të tërë të plot. Pra një vit të plot. Dhe këtë e shpjegon shumë bukur një prej imamëve të mëdhenj, Imam Nevewiu, Allahu mëshiroft, ku ka thënë, muaji Ramazanit shpërblehet me 10 muaj shpërblime. Pra, 10 muaj rresht shpërblehet muaji Ramazanit, sepse duke llogaritur shpërblimin e i vepër të mira, e cila shpërblehet 11 tek Zoti Xhele Xhelalu. Pra e bën një vepër të mirë tek Zoti Azza wa Jell, të llogaritet 10 herë. Kjo është mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mirësia e kësaj feje madhështore. Ndërsa kur e bën gjunafin, nuk të shkruhet direkt gjunafin, me lajket presin se ndoshta robi pendohet dhe nuk e shënojnë fare.
Por nëse e shënojnë, gjunafi të quhet 1-1. Kurse puna e mirë, se vapi 1-10. Pra 1 muaj Ramazan, sa 10 muaj. Dhe 6 ditë në Shewali, po t'i llogarisim shkojnë, sa shkojnë? 2 muaj. Pra u plotësua 1 vit i plot. Kështu i shpjegojnë të parët tanë pra këtë çështje. Dhe është pasim i drejt për drejt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse muslimani e vepron të gjë pas Ramazanit, pra ai çfarë bën? E ngjall traditën dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne, si shtam, sot jemi në datën, mos gabojem, 6 Shewal. Dhe kemi afat deri në datën 28 prill, që është fundi i Shewalit. Për t'ja gjuruar të gjështën. Mund është t'ja gjërësh edhe reshtë. A i gjithse ka filluar, ta filloj prej ditës së nesërme, rresht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuk është se ka ardhur nga një rregull apo transmetim që do ta agjërohet kështu apo ashtu. Pra mund të agjërosh 6 ditë rresht, mund të agjërosh 1 ditë po, 1 ditë jo, 3 ditë pushim, vetëm të agjërosh ditën e xuma teke nuk është e pëlqyeshme, sepse dita e xuma është festë për besimtarët, është festa javore, si që është Bajrami festë vjetore, Xhumaja është festa e muslimanëve javore. Apo nëse muslimani i agjiron rresht, po e agjiron dhe Xhuma, për shembull, e mërkure, e premte shtu, e tjerë, po ditë teke jo. Prandaj, kjo bëhet edhe me një arsye tjetër që inshallah të pastrohet edhe agjërimi i muslimanit, i cili ka mbajtur gjatë gjithë muajit të Ramazanit, dhe kjo të falet edhe mëkatet, pastrohet robi inshallah me gjunafet, se ne kemi plot gjunafe, jemi deri në fyt me gjunafe, dhe gjithë kemi nevojë për falje dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall, plus që shtohen shpërblimet sepse je duke e pasuar dhe je duke kryer një vepër të pëlqyeshme që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kush ka mundësi le ta kryej këtë traditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta ndjeki dhe gjithë jetën e tij të bëjë adhurim për Allahun, gjithë jetën e tij të mundohet ti frekuentoj shtëpitë e Allahut, xhamit, sepse xhamit janë hapur në rrugë dhe motra, nuk mbyllen vetëm apo të qëndrojnë hapur vetëm në Ramazan. Xhamit janë hapur dhe mbas Ramazanit. Ashtu siç gjallëronin, siç gumëzhonin xhamit në netët e fundit të Ramazanit apo gjatë muajit të Ramazanit, ashtu le të gumëzhojnë edhe në ditën e vijim, jo vetëm ditën e xumah, në namazet e yatsis, të akshamit, se ndoshta gjatë ditës mund t'i ketë justifikim njerëzit janë në punë, janë të pamundur, por në darke besoj se nuk kanë të gjithë punë, pra le t'i frekuentojnë xhamit, se xhamit tham janë hapur, le të kujdesen për xhamit, se kemi përmendur edhe në herë të tjera, ai burr, ai person i cili e ka zemrën e lidhur me xhamin, kujdeset për xhamin në të gjitha aspektet, kujdeset në të gjitha aspektet. Çfarë do ndodhi me këtë njeri ditën e gjykimit, nderuar vëllezër dhe motra? E dim shumë mirë ata hadithin e saktë që gjendet në Sahih Buhari dhe Muslim, që ka thënë i dërguari i Zotit, ka përmendur 7 kategori njerëz të ishlloj grupesh që do të hynë në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall.
atë ditë kush do ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut Azza wa Jall, sepse dielli do ulet mbi kokat e njerëzve. Dhe njerëzit do mbulohen në diell sipas punëve të tyre që kanë kryer në këtë dynja. Sa që thuhet do të ketë për atyre që do të mbulohen deri ke nyja e këmbës në djersët. Do ketë për atyre që do të mbulohen deri ke gjunjë. Do të ketë për atyre që do të mbulohen deri në kërdhiz. Do të ketë për atyre që do të mbulohen deri lart në gjoksit e tyre. Do të ketë për atyre që do të mbulohen deri në gusha e tyre. Do të ketë për atyre që do të mbulohen ke goja, e do të ketë për atyre që do të mbulohen komplet Zot na ruaj. Kurse këtë ditë Allahu i shpëtoi këta njerëz. Dhe për këtyre njerëzve është ai burri i cili e ka zemrën e lidhur me xhamin. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E frekuenton xhamin, kujdeset për xhamin, e pastron xhamin, e mirëmban xhamin, ja jep shenjtërinë xhamis, hakun xhamis, nuk e gjerë zërin xhami për gjërat kota të jetës së dynjaje, por e zë safin aty një vend dhe falet dhe bën adhurim, se për këtë punë janë xhamit nderuar vëllezër dhe motra. Vetëm për adhurimin e Allahut një vetëm, nuk janë as për debate, as për diskutime, as për shere zenka si shohim sot fatkeqësisht në umetin islam, që në disa raste xhamia shndrohet në arenë diskutimesh, debatesh. Vallahi kjo është e ulët, shumë e ulët. Nuk ka bazë fare në traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe as të parëve tanë të mirë. Prandaj kjo ishte këshilla ime për ju dhe për mua, të dashur vëllezër dhe motra, që adhurimet të shtohen, edhe nëse janë pak, por të vazhdueshme, se kjo do të llogaritet tek Zoti. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, i cili është një i vetëm dhe paqja dhe bekimet e Allahut Xhela Xhelalu, qofshin i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, muslimani duhet t'i di obligimet që ka. Do t'i mësoj obligimet që ka shi krijuesi të tij, Zoti të gjithë mbështetshëm. Ka thënë një prej parëve tanë të mirë, i cili është quajtur Bishr el-Hafi, Allahu e mëshiroft. Ka thënë sa njerëz të këqij janë ata të cilët nuk i dinë obligimet ndaj Allahut Xhela Xhelalu dhe mendojnë se kanë obligime vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Dhe kundërta, sa njerëz të mirë dhe sa i mirë është ai i cili i bën ibadet Allahut Azza wa Jall gjatë gjithë jetës së tij. Dhe mundohet bën sakrificë, aq sa çka mundsi, ai është shumë i mirë thotë. Prandaj kjo është, të nderuar vëllezër dhe motra, motoja jonë. Adhurimi Allahut Azza wa Jall deri në fundin e jetës tonë, duke u larguar nga kjo dynja me çfarë? Me besimin e pastër, me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah në gojën tona, pra që nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Është një Allahu i vetmi, s'ka. Se nëse muslimani nuk e bën dallimin te kjo,
atëherë nuk I ka vlerë as religjia, as besimi, as gjë. Sepse po t'ishte ashtu, Kurejshit e Mekës, ata që e luftuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do ishin të shpëtuar. Po Allahu xhelal I pyet ata në Kur'an, I përmend ata në Kur'an ku thotë, nëse ti Muhammed do I pyetësh ata, nëse ti I pyet ata Muhammed, kush I krijoi qiellin dhe tokën, s'ka dyshim se ata do thonë Allahu. Po kjo nuk mjafton. Kjo nuk mjafton, sepse ata çfarë bënin? I shoqëronin Allahu Azza wa Jall shok në adhurim, zotat, idhuj, putat që kishin mbushur Ka'ben plot, dhe thoshin që këta na afrojnë ne ke Zotin. Pra ky është dallimi, të mohohet çdo adhurim tjetër përveç Allahut. Nëse kjo do të jetë në zemrën tënde, në gojën tënde, në momentet e fundit, lumb si ti. Pasha Allahun lumb si ti. Prandaj Allahu Azza wa Jall e lus që ky të jetë përfundimi jonë. I tillë të jetë përfundimi jonë në momentet e fundit. Allahu Azza wa Jall e lus me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura absolute, na udhëzoj, na drejtoj në rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët Allahu xhelal është I kënaqur, në rrugën e pejgamberëve, në rrugën e njerëzve të mirë, të parëve ta të mirë, të dëshmorëve, të sinqertëve. E lutim Allahun na bëjë banorëve të xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus. E lutim Allahun të ndihmojë muslimanët dhe muslimanet mbar botën që janë, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar wa ahli al-qahhar faghfir lana ajma'in.